Mirëmbrëma të nderuar shikues, zonja dhe zotrin, mirë se po takohemi bashkë në RTK Prime. Do të flasim sonte për dy tema. Sigurisht për atë që ishte kryelajmi i ditës sot, Prokuroria Speciale ka ngritur akt akuzë ndaj 3 personave për sulmin terrorist që ka ndodhur një vit e ca më parë në kanalin e Iber Lepencit. 2 prej atyre të cilët akuzohen për këtë sulm janë njëri oficer i inteligjencës ushtarake dhe tjetri kolonel i ushtrisë së Serbisë. Janë 2 vëllezër të cilët janë në paraburgim dhe i treti që kërkohet dhe në shumë gjast gjendet në Serbi, marrë parasysh kontekstin dhe rrethanat si ka ndodhur ky sulm. Do të flasim për zgjedhjet, për listat zgjedhore të cilat i kanë publikuar partitë politike para 2 ditësh, me që ishte dhe afati fundit. Në studio kam zotin Fatima Hajdari, analiste mirë mirë se erdhe. Zotin Sadik Zeqiri, analist mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Politologun zotin Dorajti Miri, mirë se erdhe. Faleminderit bashkim. Zotin Miri, doja ta nis me ju, u bën pak më shumë se një vit, sepse në nëntorin e vitit të kaluar kishte ndodhur sulmi terrorist në Iber Lepenc, pas atij që kishte ndodhur kohë më parë në Banjsk. Janë 3 persona që akuzohen, siç e thash, sipas akt akuzës së ngritur nga Prokuroria Speciale. Është shumë interesant sepse në mbledhjen e informacioneve dhe të forenzikës dhe në atë hetim ishte përfshirë edhe FBI dhe nga ekspertiza që kishin bërë ata, deri te arrestimi i tyre kishte ardhur pasi që në baltin, ose si që quajmë në llosjen e këpucëve, të çizmeve të këtyre që janë arrestuar, është vërtetuar se është ajo balta që ka qenë në ato çizme tek Iber Lepencit. Domethënë, ka qenë një hetim goxha kompleks për të përfshirë institucione të larta ndërkombëtare. Kjo është në shumë dimensione shumë e rëndësishme. E para, më në fund, pas një kohë vërtet të gjatë, institucionet e drejtësisë e kanë dhënë fjalën e parë të tyre. Pra është akt akuza është fjala e parë e drejtësisë dhe natyrisht pritet nga institucionet e tjera që ta konfirmojnë të njëjtën dhe pastaj meritorët të marrin atë çfarë i takon, ose dënimin ose lirimin. Por nuk kam asnjë dilemë tashmë se çfarë ka ndodhur dhe çfarë po shkruhet. Çështja e parë, çështja e dytë është se është përfshirë institucioni më i besueshëm, më kredibil në botë. Pra FBI. Dhe e treta, që lidhet me dy të parat, është se Serbia përmes këtyre mekanizmave ka dashur të bëjë 2 gjëra. E para të aneksojë veriun e Kosovës, këtë sa arriti, fal profesionalizmit, punës së përkushtimit, por edhe rënies së policisë të Afrim Bunjaku. Dhe e dyta, ka dashur që përmes akteve të sabotazhit të godas infrastrukturën jetike të Kosovës. Dhe për neve që vinë nga rajoni i Vushtrisë, Mitrovicës, se natyrisht nuk ka shumë filozofi këtu, këtë Kosova e din se sa është i rëndësishëm ky kanal. Është jetik kollaj pa energji elektrike, jo, është jetik. Furnizimi kryesor i kazanëve që nuk mundet ftojën e aktet e sabotazhit janë akte që bën mbi infrastrukturën vitale të një shteti. Kritike. Është infrastrukturë kritike për Kosovën. Dhe prandaj çfarë Serbia ka dashur që të bëjë dhe natyrisht inteligjenca e policia e kushdo qoftë duhet që të fokusohen në këto 2 pika. Pra, në përpjekjet reale për aneksim të territorit dhe dyta, nëse kjo është e vështirë e arritshme, që të godas në për arterjet e funksionimit normal të jetës së Kosovës. Pres nga institucionet e tjera të drejtësisë që të japin fjalën e tyre përfundimtare sa më parë që të mundur, por jam absolutisht i bindur, edhe i lumtur që forenzika, hetuesia edhe ajo ndërkombëtare kanë bërë një punë do të thotë mrekullueshme dhe mezi pres që të shihet epilogu, sepse ky epilog do të jap 2-3 mësime. Kushdo që ka përpjekje të njëjtë do ta ketë fatin e njëjtë, dhe e dyta, që Serbia po vazhdon të përdorë çdo mekanizëm që të pengojë forcimin, rendin dhe madje edhe sigurinë kombëtare të Kosovës. Zoti Zeqiri? Kjo akt akuza e sotme, mos harrojmë, janë një kolonel i ushtrisë dhe një oficer i inteligjencës ushtarake të Serbisë. Të përfshirë në këtë. Vetë veprimi që e kanë ndërmarrë në kanalin e Iber Lepencit është ditë që është bën nga profesionistët e asaj lëmie për të keq. Prandaj prokuroria, policia, hetuesia nuk ju kanë nol ndjekjes së tyre derisa është zbuluar se kur janë. Në ndërkohë që edhe FBI është marrë me këtë problem, sepse është dyshuar shumë nga ka ardhur, është dyshuar shumë kush e ka bën, dhe megjithatë kanë arrit rezultate hetuesia jonë dhe ajo ndërkombëtare sigurisht që të arrestohen. Prandaj kjo është një dorë e përgatitur jo vetëm në Kosovë. Këtë nuk kanë bën duke u përgatitur në Zubin Potok ose në Leposavic, po kjo është përgatitur në Beograd dhe ka ardhur për mu vepru këto, për mu prish
kanale që me met Kosova për shembull po rrym dhe të tjera. Por mos harrojmë, këtyre ju kanë gjetur dokumentacion që e implikojnë edhe një ushtri e cila merret me largimin e serbëve ose me një organizim tjetër të UÇK-s brenda territorit të Kosovës, prandaj kjo ka qenë e përgatitur nga kosi i ushtrisë dhe nga shërbimet sekrete serbe. Asgjë nuk ka pas të përgatitur një ditë ose një javë më përpara, por ka qenë një përgatitje e jashtëzakonshme që do të lidhet çdo gjë edhe me Banjskën. Atje ka dështu, sepse nuk e kanë besuar që dështon në Banjska, ka dështu dhe më pas nga Banjska janë përgatitur që të ndodhë diçka tjetër, të goditet jo ujë të pije, sepse ne mund të furnizohet pjesë të Kosovës që kanë me unë, domethënë ky regioni 01 dhe 02 që kemi dhujtë të Badovës dhe Batlovës, për të goditet Keku, sepse pa ujë të ujmonit Keku nuk mund të funksionu. Prandaj është bë goditje në pikat strategjike që i ka Kosova dhe shoqër që ju ka dështuar edhe këto fal gjithonisë tonë, fal ndihmës që kemi nga Bashkia Ndërkombëtare dhe posaçërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj është ka ndodhur mirë, është ngrit një akt akuzë, po shihet që edhe prokuroria është duke punu. Ne pe akuzojmë pse se ngrit akt akuzën, u bën një vet, u bën 2 vjet. Lutem, etosia don punë. Çfarë është situacion komplekse? Ajo akt akuzë që ngritet nuk duhet me u hedh poshtë nga gjykata ose nga gjykatë që kanë rastin e dorë. Duhet të mbledhen, të bëhen volumtime, të gjenden faktet e duhura që akt akuza të vërtetohet, të vazhdohet, të dënohen kriminalin në këtë rast ata 2 vëllezër dhe plus i treti i cili nuk gjendet në Kosovë ose është në Kosovë, por ne nuk e dim. Megjithatë veç dihet edhe kush është ai person dhe është bën mirë. Është mirë që shteti po funksionon. Nuk duhet ne me akuzu institucionet e drejtësisë, sepse ato e kryjnë punën e vet, e kryjnë punën e vet me ndershmëri, ani pse ka dalë. Por ky hetim dën Mo vlen përmendet sepse këta që janë sot të arrestuara që për ta po ngritet akt akuza, këta janë arrestuar brenda ditësh nga rasti. Dhe që kallëzën për një punë të jashtëzakonshme që kanë bërë institucionet e policisë të inteligjencës. Sigurisht që ka edhe informatorë në tash veç Kosova ka shtirë rrjetin e vet. Kjo është punë voluminoze sepse të jetë sadek. Ka edhe informatorë gjithkohë anë kënd Kosovës. Sigurisht edhe kamerat që tash merren vendosje gjithka dhe s'mundesh me bëj gjithçka po nga dikush. Prandaj është mirë, unë i besoj shumë drejtësisë, edhe në këtë rast e vlerësoj me notën 10 drejtsinë e Kosovës, duke falendëruar edhe FBI. Ndodhi edhe me Banjskën zonja Hajdari, një vit pas u ngrit akt akuza që u quajt një prej akt akuza më të kompletuar në Kosovën e pas luftës me atë çfarë ka ajo për brenda saj. Edhe kjo tjetra është ngritur në bashkëpunim me hetimet dhe me ekspertizën që është bërë, siç e tham, nga institucioni më i madh dhe më serioz në botë, FBI. Çfarë thotë kjo për kontekstin dhe rrethanat që kanë ndodhur në situatën që jemi? Po konsideroj që pavarësisht fatkeqësive që i kemi për të ballafaqur me padrejti, siç janë këto qofshin agresione shtetërore të organizuara në përmasa pak më të mëdha si ajo e Banjskës, shoft ky tjetër e sulm në kanalin e Iber Lepencit, megjithatë pavarësisht kësaj fatkeqësisë të atakimit të shtetit të Republikës Kosovës, megjithatë kur merr epilog edhe kur ata kryerësit e veprave penale marrin në fund, do me thënë qoftë këtë ngritin e akt akuzës, qoftë përgjigjen e duhur prej sistemit fillimisht të policisë edhe pastaj edhe të drejtësisë, është për inkurajuar secilin qytetar në Republikën e Kosovës, që Kosova megjithatë ka filluar të piqet në kuptimin e arritjes së drejtësisë, që kushdo që tenton ose kushdo që provon ta sulmoj, do ta merr këtë përgjigje. Qoftë si në rastin e Banjskës me 3 të vrarë, qoftë në rastin tjetër me njerë që kanë mërimu identifiku kush janë dhe me përfundu pas grilav. Unë e konsideroj pa dashme paragjyku tashmë vendimin e drejtësisë, po për sulme të tilla, për rastit të tilla, edhe ky i kanalit të Iber Lepencit, ku synohet destabilizimi, defunksionalizimi i sistemit energjetik të një vendi, sidomos në periudha këto të dimrit, është i barabartë dhe konsiderohet vepër penale pothuajse ngjashme me rastit kur ka humbje jetësh, sepse ndikimi që ka në jetën qytetare, sidomos në spitale, në zona që preken direkt për energjisë elektrike, është i njëjtë. Prandaj konsiderohet ndër sulme terroriste më të rënda dhe dënohen po ashtu. Do me thënë fakti që është marrë kohë gjatë në hulumtimin, evidentimin edhe në krit në fund
saktësimin se kush kanë qenë ata, edhe ngarkimin me këto vepra që kanë kryer, e konsideroj që është lajm i mirë për Republikën e Kosovës dhe për sistemin e drejtësisë që tashmë mund të themi po funksionon edhe po jep epiloge siç duhet të jetë. Dhe kur jemi te këto sulmet nuk lidhet fare me situatën që jemi në Kosovë, por është një lajm i fundit që gjysma e Kievit, kryeqytetit të Ukrainës, aktualisht është lajm i fundit, është në terr për shkak të sulmeve që thuhet që janë më të mëdha që po ndodhin kohën e fundit që Rusia ka ndërmarrë atje. Me që jemi te këto është pak a shumë logjika e njëjtë se si funksionon. Logjika e njëjtë në periudat ftohta, në periudat dimri ku sulmohen këto që janë jetike për jetën e qytetarëve, termocentralet, atje ka mundësi edhe centrali bërthamore, sepse Ukraina ka disa prej tyre e për cilat ka shfaqur shqetësim në vazhdimsi, po kjo është strategjia që ata përdorin. Serbia nuk është që ka kushtuar ndonjëherë diçka për ta sulmuar Kosovën, edhe në këto forma çfarë ndodhi në Banjski, Berlepence, shumë të tjera çfarë janë paralajmëruar. Por ne kemi zhvillime të tjera për të cilat do të flasim, sepse pas pak ditësh, përkatësisht me datën 28, do të kemi zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare, po rrumbullaksojmë një vit me zgjedhje nga 9 shkurti i këtij viti, me 28 dhjetor kishim edhe zgjedhjet lokale që u mbajtën pak javë më përpara. Kryetarët e rinj kanë bërë betimet shumica prej tyre, partitë politike kanë publikuar listat me kandidatë për deputet që garojnë në këto zgjedhje. Do të analizojmë shkurt se çfarë ka risine për këto listat subjekteve politike. Shkojmë sipas asaj se si ka ndalë zgjedhjet e fundit, është Lëvizja Vetëvendosje, e cila ka publikuar listën e saj sikurse edhe të tjerat, dhe kjo nëse bëjmë krahasime me atë të 9 shkurtit, nuk është se ka ndonjë ndryshim shumë të madh në renditje, po flas kështu sepse përbërja është 95%, nëse nuk hym në detaje më të mëdha ajo çfarë ka qenë, por renditja mund të dallojë për ndonjë numër më poshtë më lart dikush i renditur, por 10 e parë është kjo: Albin Kurti, Glauk Kunjuvca, Donika Gërvalla Shfarc, Avni Dahari, Albolina Xhiu, Hekoran Murati, Xhelal Sveçta, Moza Kusari Lila, Hajrullah Çeku, Shqipe Mehmeti Selimi. Kjo është 10 e parë e lëvizjes vetëvendosje, dhe njërisi në listën e vetëvendosjes është zoti Andin Hoti, biri i Kushin Hotit, që është me numër 11. Zoti Zeqiri do ta nis me ju për listën e vetëvendosjes. Unë alëm te kjo deça, po kjo deça më shumë t'i bëm përshtypje për shumë arsye çfarë janë diskutuar zërë, por lista në përgjithësi dhe 10 në veçanti. Te kjo deçë e parë, në fakt lëvizja vetëvendosje pothuajse e ka listën e njëjtë që ka pas edhe në zgjedhjet e 9 shkurtit, por pos ka një koalicion që ka hyrë në këtë listë, është për SHDK-ja Zefmarinës, që dhe janë disa kandidatë që kanë qenë për kryetar të komuna, por që nuk kanë arrit me marrë besimin e qytetarëve të komunave të tyre, ndërsa të 10 e parë kemi vetëm Fatan Pecin, i cili është largu nga numri 9 sepse është bërë kryetar i Mitrovicës, dhe në vend të tij ka kalu Hajrullah Çeku. Hajrullah Çeku ka qenë me numrin 13, ka kalu tani me numrin 9, përndryshe lista deri në numrin 20 është e njëjtë e lëvizjes vetëvendosje me shumë pak ndryshime, duke në atë listë është kryetari Zefmarina, pastaj është edhe me duket Andin Hoti, apo jo, nuk është Andin Hoti, dhe kemi listën e njëjtë, shumica është Rëfki Suma, edhe Rëfki Suma është, edhe Naim Bardiqi, është sekretari i Ministrisë së Shëndetësisë, është Ilir Qeriqi, ish oficiri i FSK-s që tani më është pensionuar, dhe është Ali Dula, i cili vjen nga Rahoveci, ka qenë kandidat për kryetar të Rahovecit. Ka edhe disa të tjerë të ri, por që shumica e numrave që kanë qenë në listën e 9 shkurtit i kanë rujtë edhe numrat e vet. Janë edhe dy, sidomos ju i keni pasur shpesh kolegë në studio. Po janë edhe dy gazetar, është zoti Buzhola dhe zoti Goshi, të cilët kanë hyrë nëpërmes listës guxon në listën e lidhjet e vetëvendosjes. Prandaj aty ne ju urojmë suksese dhe lutemi që ata me marr besimin qytetar me një kuvendin e Kosovës. Megjithatë, qytetari është ai që vlerëson dhe zgjedh atë përbërje dhe ata njerëz të cilët duhet të kolegialiteti. Kështu që po mirë është, sa më mirë me pas gazetar në kuvendin e Kosovës. Jo sinqerisht në pëlqen më mirë se sa të ketë njerëz të cilët sigurisht që kanë njohuri e kanë në fusha të ndryshme, por gazetarët duket qenë pak më të përgatitur. Jo, e konsideroj që edhe pse shpesh në studio televizive duket sikur përplasjet janë të mëdha dhe të thella, po megjithatë
krijohet një kohë për bashkët edhe ne kalojmë mirë pa diskutim edhe me kolegët tanë edhe kur kanë bindje të ndryshme politike ose kur mbrojnë qëndrime të ndryshme nga njëri tjetri. Prandaj edhe Viktori edhe Blerimi e konsideroj që si vlerë shtua tashmë në subjektin politik ku ata kanë vendosur të bashkangjiten edhe të bashkërrugtojnë politikisht. Besoj që edhe kolegët e tyre do ta kenë këtë fatin e mirë të funksionojnë edhe të kenë kohë të mirë për tej politikës edhe për tej punës të zakonshme. Po disa vetëvendosjes? Po, në përgjithësi e konsideroj që ka shumë pak ndryshime përveç zotit Faton Peci, i cili tashmë nuk kandidon më për shkak se është kryetar i komunës së Mitrovicës. Pjesa tjetër pothuaj se jam përsëritje, e konsideroj që lëvizja vetëvendosje ka menduar që nëse ky ka qenë ekipi fitues ose të paktën që e kanë nxjerrur subjektin e parë politik, ta provojnë sërish me të njëjtin, megjithatë disa lëvizje të reja janë parë i theksuat edhe ju. Tashmë se çfarë mbështetje do të kenë të njëjtit sa i përket mbështetjes elektorale ose a do të sjellin më shumë mobilizim të qytetarët, mbetet të shihet sepse megjithatë nuk është dikush, me gjithë respektim për figurat, nuk është dikush që pritet ndonjë entuziazëm shumë i madh për ta, sepse ka raste kur ndodh, për shembull ne kemi pas këtë koalicionin me zonën Osmani të vitit 2021 dhe për shkak të peshës politike që zonja Osmani ka dhe përfaqëson, kemi pas atë dinamikën, entuziazmin dhe gjithçka tjetër, po për figurat që tashmë janë pjesë e listës, nuk është që rivalizojnë zonën Osmani ose që pritshmëri do të jenë të ngjashme. Brajet, me juve kemi folë shpesh edhe me nën shkurt për këtë, po janë disa rëjsi megjithatë në listën e lëvizjes vendosje. Ka rikthim konservatorës, është zoti Klinaku që në zgjedhjen nën shkurtit ishte bashkë me Akën të Nismën, sot është në lëvizjen vetëvendosje. Zoti Ruf Kisuma ishte sekretari i Ministrisë së Shëndetësisë, zoti Andin Hoti, por në përgjithësi 95% është ai që ka qenë. Saktë, dhe kjo nuk është vetëm lëvizja vetëvendosje, na sigurisht do të diskutojmë pas pak edhe për të tjerat, por koha e shkurtër edhe fakti që e përmendi Fatime më të drejtë, s'po krijohet një energjizim i madh i qytetarëve dhe pritshmëritë nuk janë më të mëdha dhe dorë në zemër edhe pritshmëria që njerëzit që me profilet e caktuara dhe shumë profesionale të hyjnë kësaj gare nuk më ka dukur shumë e gatshme, ka qenë do thoya unë i përgëzoj krejt ata që kanë marrë guximin dhe gatishmërinë do thoya përpara se të marrin guximin, gatishmërinë që të hyjnë një gare që për mua vërtet duke parë këtë vet ka qenë për të mos thënë fjalën e gërditshme e mundimshme, sepse ka qenë një vit i quar dëm me një legjislacion që pothuajse se ka merituar ekzistencën, me një gjuhë të do thoya jo fort të rafinuar politike, dhe gjithë këtu pastaj e bën ngjarën një fortjoshëse. Dhe fakti që të tjetë disa të kontributor publik në kuptimin e angazhimeve, sikur këta që përmendën Viktori, Blerimi, janë hyrë në garë që po flasim për VV-n, edhe pastaj edhe për të tjerët me radhë, unë konsideroj që është një farë mundi sepse në atë çfarë unë kam parë, të njëjtit kam pas një farë afiliencë, një farë përkatësie, relativisht të dukshme në raport me lëvizjen vetëvendosje ose politikat e saj. Blerimi ka qenë një prej zërave, konsideroj shumë avokues për qëndrimet e lëvizjes vetëvendosje, ka qenë edhe për Viktori, nuk konsideroj që është pra një transformim i jashtëzakonshëm përveç se një ndrim i pozicionit publik nga gazetar në aktor politik që supozon që ose beson se do ta marrë edhe besimin e qytetarëve. Natyrisht kjo i përket qytetarëve ta bëjnë të njëjtën. Është e vlefshme për mua janë 2-3 lëvizje, sidomos për zotin Andin Hoti, sepse lidhet edhe me perspektivën ideologjike që lëvizja vetëvendosje ka edhe për figurën e vetë tatit të tij që është natyrisht një prej figurave më të ndritura do thoya të kombit shqiptar dhe sidomos të periudhës moderne. Në ndërkohë, vlet të përmendet se kandidatët për kryetarët komunave janë në garë. Pra Gola është avancuar për disa numra, është në 30-shën e parë. Po ashtu kandidati i Rahovicit që ishte në balotazh, zoti Dula është në garë, nuk e di numrin e tij, po e di që është në garë. Zoti Qeriçi. Kjo vlen edhe për zoti Qeriçi, kjo vlen edhe për Ademin e Vitis dhe kur i shoh kështu, pra dhe ka një farë shtrirje. Ata Kelmendin e 5, bravo. Pra kur i shoh kështu, kjo vlen edhe për Sulejmanin me Hollin e Vushtrisë dhe kur i shoh këtu, vrejse partitë politike bashkim funksionojnë me një farë strategjie që të shtrinë sa më shumë kësaj radhe është më e vërtetshme. Sa më shumë kandidatët në terren, pra të mos koncentrohen shumë vetëm në një pikë
Dhe këtu ka bërë mirë besoj PDK-ja më shumë se sa partitë e tjera, sepse nëse shumë në 10 e parë, prim që e ka shpërndo relativisht shumë përbërjen politike, sepse ka ditë që qëndërzimin e Drenis ose raja në ajerën të caktuar mund të ketë kosto të madhe politike. Okej, do t'i bëjmë shkurt një analizë, tash shkojmë te PDK sepse ashtu kemi deri në ora 22 sonte. Kur shohim PDK-ja 10 e parë e Partisë Demokratike të Kosovës krahasuar në shkurtit ka një ndryshim goxhat të madh, ndoshta më të madh për këtë listave që janë sot në garë për deputet. Që ishte ajo që dashëm të Po, është zoti Bedri Hamza, Uran Ismaili, Vlora Çitaku, Enver Hoxha, Erben Mustafa, Besa Gabashi Rama, Rahman Rama, Eman Rahmani, Saleh Ashari, Kujtim Gashi, Dënim Deçi është zoti Jakub Nura. Pra, në 10-shën e parë të Partisë Demokratike të Kosovës, po, është ky ndryshimi. Është kandidat më i madh se sa saktë, është kryetari i partisë që është ndryshe nga hera e kaluar, sepse unë besoj që një nga ka qenë sfidë për PDK-n herën e kaluar, që zoti Krasniqi u theste partinë, por nuk ishte kandidat për kryeministër. Ka shumë dilema në të lloj formacioni. Tash zoti Hamza e ka një dilemë, e ka një vështirësi sepse sa ka marrë partinë mund të ketë plas arritje të brendshme, po i merr energji, i merr kohë, po sepse ti nuk është tema. Në 10-shën e parë janë shumica rajoneve të Kosovës. Dhe kjo është lexim i dur i asaj çfarë ne kemi thënë këtu bashkim për një kohë të gjatë. Është gabim për një parti politike të rajonalizohet vetëm në një qendër. Zoti Erben Mustafa në 5, Besa Gabashi Rama në 6. Ai ka qenë një prej figurave kryesore që ka bort fushatën e herën e kaluar. A dhe ai vjen nëse nuk gabuam nga Xhilani, që ka qenë një zonë në cilën ka qenë tërësisht e anashkaluar për së paku 10 vitet e fundit, konsideroj nga kjo parti politike. Ai ka pas një numër të madh votash kandidati Arbeni apo jo, dhe natyrisht që ka qenë në prag gati. Ka qenë shumë ofër dhe ndërkohë edhe kandidatët e tjerë vrej vi nga komunat, Kujtim Gashi nga Prizreni apo jo. Edhe ai ka qenë shumë ofër. Ka qenë ofër, por fakti që është në 10-shë, unë për mua është treguesi me një përmbledhje e shkurtër. Është tregues se PDK-ja po don me e shtri mundësinë që të ketë vota në krejt Kosovën, sepse përndryshe po hub. Dhe një nga ata që është cilësuar si po them më i përfoluri ose ai që e ka kriju më shumë të diskutim në zgjedhjet e fundit është zoti Arjan Tahiri që ka qenë kandidat për kryetar Mitrovica se është lon 30 nëse s'gabohem apo Arjan Tahiri është 30. Sigurisht kur zoti Hamza është i parë atëherë s'mundën me qenë edhe Mitrovicës në 10-shën e parë. Prandaj sigurisht më do të larg sepse për mua ka qenë një kur i kena dhënë këtë zor kena thonë që ai do të jetë e ardhmja e PDK-s dhe sikur ai unë konsideroj që Partia Demokratike e Kosovës do të bëjë konsiderata në brezin e ri. I njëjtës është edhe Mustafa, nëse s'gabohem Arben Mustafa, sepse janë profile të reja të cilat po i japin kontribute, fatura të reja, do thoya për të mirë kësaj partie politike, sepse janë absolutisht pa asnjë barë nga e kaluara politike. Dhe është thjesht garë ideore dhe garë e profileve. Kështu që e konsideroj se të duhur këtë renditje për arsyeën e pamundësisë për rajonalizim të këtij subjekti. Me që po flasim për gazetarë që kanë qenë dikur gazetarë analist që u bë deputet së fundit dhe sërish është me të njëjtin numër Artan Behrami, sërish ka kandiduar për të qenë deputet në Kuvendin e Kosovës me numër 75, po PDK e ka dhe Besim Hasani që është risi në listën e saj, por te kjo Deçha zoti Zeshiri e pam një ndryshim goxha më të theksuar se sa me nën shkurt. Po unë i kam sjell listat edhe të shkurtit edhe të tashme të dhjetorit. Me që nuk është Mimli Krasniqi, tash është Bedri Hamza i pari dhe ka kalu Uran Ismaili i dyti, ndërsa është largu Bernard Nika, që ka qenë në numrin 8, tani është futur Eman Ramoni sipas marrëveshjes së koalicionit me listën për familjen. Dhe zoti Enver Hoxha nuk është ndru numri, edhe pse patëm përplasje goxha serioze. Po jo, që Enver Hoxha është një figurë serioze në Partinë Demokratike, ka qenë edhe ushtrues detyre i kryetarit, edhe kandidat për kryeministër, kështu që nuk ke ku me çu më poshtë se sa numrin 4. Unë mendoj që zoti Hoxha meriton edhe me çë numër 2. Po megjithatë partia e din, ata që kanë bërë listat e din më mirë, prandaj është një numër i mirë i zotit Hoxhaj, që ka qenë një kohë gjatë e mon këtë numër në disa gara për pas se ka qenë kandidat për kryeministër. Por unë shoh Besa Gabashi Rama, e cila është ngrit shumë, ka kalu në numrin 6.
e që duket që është një ekspert e sigurisë, por megjithatë nuk e di besën e kemi pas pjesë panelit, por ju nuk keni qenë këtu as zonja Fatima. Po kjo është mësia e mirë bashkëmi që ata që po dolin për debatet televizive, po ja marrin më oferta. shumë mundësisë që të jenë kandidat për deputet. Prandaj disa dhe po bën deputet. Ne nuk të ndërojmë për mua, ne gazetarë tjetër më shumë. Lista e PDK-s duket që është e mirë, nuk ka shumë emra që kanë shti, ka shumë emra që kanë dalë, nuk kanë pranuar të hyjnë në këto lista. Është Ragip Gjoka që e ka marrë për 300-400 vota, ka met jashtë listave, por që tani nuk ka pranuar të jetë në listat për deputet. Është edhe një kandidat tjetër i diasporës që ka marrë shumë vota. Patriot Krasniqi, është Isak Shabani nga kryetari i Degës. Po ishte edhe zotja Belar Tahiri që nuk pranoi të jetë 10-shën e parë, doli i fundit. Po doli i fundit, po me fol të vërtetën, si ke 10-shën e parë, si ke numër 190, është koshës e njëjtë. Edhe ky numër. Është një farë strategjie. Sepse është një strategji, ne kemi Bekim Haxheun Kamishën, i cili për ton jetën e tij politike është numër 190 dhe për gjithkohën është deputet për ashtu shkurtin e 2025 që s'ka më. Por kanë rëndësi edhe numrat, se 10-shja e parë është 10-shja më e mundshme për të futur në kuvendin e Kosovës. Edhe nëse shihni këtë 10-shë, të cilën ju po e prezantoni, Partia Demokratike e Kosovës e ka shtrirë asnjë pothuajse nuk është nga qyteti i njëjtë. Pothuajse, natyrisht që në disa raste është e pamundur që të jetë ndryshe. Por pse ka vendosur, po supozojmë që pas zotit Ramës të jetë kandidati për kryetar të komunës së Prishtinës, pra Urani, është sepse supozohet që njëjti mund të sjellë një kontingjent deri në 25.000 vota në rastin më të mirë në Prishtinë për këtë subjekt politik. Dhe prandaj Partia Demokratike e Kosovës unë besoj që po i merr si duhet disa mësime, të cilat nuk i ka trajtuar si duhet në shkurtin ose para shkurtit të këtij viti kur i patëm zgjedhjet. Unë besoj që një parti politike nëse do në pas të ardhme afatgjat, duhet që të reformoj partinë me strukturat e reja dhe mbi të gjitha në listën potenciale për zgjedhjet të ofroj profile nga rajonet të caktuara në mënyrë që të ndjejnë shkallën e përfaqësueshmërisë për ato vende. Gjilani, Prizreni, Peja, Mitrovica, duhet që domosdoshmërisht sa radhën nga Deçani kishin shkupin Demalien, që ka qenë. Po pra, e kjo është shumë e rëndësishme për to. Nuk ai mund të mos jetë ose mund të jetë, është shumë e rëndësishme, por fakti është që ka shkuar edhe në një vend që supozohet se është bastion i partisë tjetër politike. Ajo emri Shkumbim Demaliet është një prurje e mirë e Partisë Demokratike. Është një njeri që ka kontribuar gjitha periudhat, prandaj është mirë që të jetë edhe ai në listë, është mirë që është rendit. Që varet për ju se ju jeni nga rajoni i njëjtë. Pasi që është larguar nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Por unë e shoh të partitë politike, jo vetëm të PDK-ja, as të VV-ja. Unë e shoh që partitë politike janë duke e bën, kanë bën ndryshim të numrave, ndryshim të emrave, por nuk kanë sjell njerëz të cilët kanë marrë votë në zgjedhjet lokale, që kanë garu për asamblesë, sepse votat për asamblesët që kanë fituar, kanë marrë vota nga parti tjera. Njerëzit kanë pas preferencë kryetar tjetër me votu për kryetar të komunës, ndërsa e kanë votu kandidatin për asamble. Prandaj edhe ata kandidat që kanë marrë vota shumë, e që ne i kanë pa në disa parti, kanë pa të OAK-ja, 2 ose 3 kandidat, ata kandidat që kanë marrë vota shumë dhe kanë hyrë për asamble komunale, ata mund ta marrin atë votë që s'ka qenë subjektit të tyre politik. Mund ta sjellin në partinë e vet. Prandaj kështu rritet partia, se partia nuk rritet në qoftë se çdo herë e llogarit prurje të re, ndërsa vetë është i njëjtës parti. Lista e PDK-s. Unë konsideroj që PDK ka vepruar strategjikisht sa i përket listimit të emrave në listë, por megjithatë ne nuk duhet mohuar faktin që në zgjedhjet e fundit nga PDK numri më i madh i deputetëve që dolën fitues ishin të një rajoni të vetëm. Këta 02 që përfshihet të Drenica, një pjesë e Mitrovicës edhe Drenosi është zërënim, është me Prishtinë. Po e konsideroj që për kësaj zone kanë qenë numri më i madh i deputetëve dhe konsideroj PDK duke pas këtë frikën që po shihet si parti rajonale, kryesisht partitë rajonale janë parti më të vogla, e ka pasur domosdoshme ndërtimin e kësaj strategjisë që merr nga rajone të ndryshme dhe përfilon këtë 10-shën e parë. Se sa do të ketë sukses kjo tek mbështetësit, se sa do të nënvizojnë ata 10-shën e parë e jo individ brenda listës, kjo mbetet me u pas, sepse tashmë kemi një
votues goxha të emancipuar, ne kemi parë në zgjedhjet e fundit që ka filluar të bjen ky trendi në nënvizimit të kësaj vjetëshe së parë, po zgjedhin individ, po zgjedhin emra brenda listës, edhe rrjedhimisht po krijohet ky grupacioni i njëjtë i deputetëve që shkojnë tradicionalisht. Nga Prishtina deputet relativisht shumë. Po pa diskutim, ka pas disa deputet, por megjithatë përfaqësimi nuk ka qenë i shpërndar në nivelin që e konsideroj që subjekti ka pasur vullnet ta ketë. Ka pas një koncentrim të votës më të madh në një rajon të caktuar. Dhe kjo nuk është gjë e keqe, por megjithatë pastaj tek pjesa tjetër e elektoratit vetë edhe njerëzit që synojnë me u bë pjesë e PDK-s, sikur ndjehet një hezitim sepse kanë frikë që vetëm një bastion i caktuar u sjell votë dhe të tjerët do të mbesin të papërfaqësuar. Gjithashtu sa i përket listës së PDK-s e konsideroj që mungesa e emrit të Memlik Krasniqit, ish kryetarit të PDK-s, do të jetë handicap sa i përket kësaj liste, sepse megjithatë ai është gjenerat e re dhe konsideroj që një pjesë elektoratit megjithatë ka qenë lidhur me figurën e tij. Diçka tjetër sa i përket risive në PDK, nuk është që kemi vrejt as këtu në ndonjë emër të veçantë, për jashto këta kryetarët e degëve që kanë qenë më të suksesshëm, si për shembull pozicionimi i zotit Ismaili në vendin e dytë, pa diskutim që konsideroj që një sukses i domethënës në Prishtinë pa diskutim i jep edhe këtë pozicion. Pastaj edhe numrin 30 për zotin Tahiri, i cili megjithatë ka bërë një betejë goxha serioze në Mitrovic, i ka siguruar këtë numër. Kemi edhe njerëz tradicionalisht, mund të themi që janë deputet të Partisë Demokratike pak më të shpërndar, por megjithatë, siç e thash, këta nuk e kanë problemin e numrit sepse janë të etabluar brenda subjektit politik dhe gjasa që të fitojnë prapë janë të mëdha. Ndërkohë, një ndryshim në renditje, por edhe partia që nështë në mënyrë publike ka promovuar mas shumëti pruri është Lidhja Demokratike e Kosovës, dhe Lidhja Demokratike e Kosovës ka këtë 10 sheh. Lumir Abdigjiku, Kujtim Shala, kësaj radhe është Sonja Hykmete Bajrami nr. 3, Doarsa Kica Xhelili është 4, Lutfi Aziri, Abdullah Hoti, Anton Çuni, Jehona Lushaku Sadriu, Ferida Agani si pjesë e koalicioni që ka hyrë, Risia, që e ka qetur LDK-ja më e madhe dhe më simbolike, është zoti Uk Rugova, i biri ish presidentit historik Ibrahim Rugova, pastaj është Xhafer Gashi që ka qenë kryetar në Obiliq dhe Ermal Sadiku, si prurjere, Janina Imeri, Festim Kabashi, ish kolegu jonë, edhe tjerë. Zeshiri do të nisë me ju, Adelina Thaçi, për shortja e analistit, publicistit, Artyl. Si që edhe Lidhja Demokratike, duke që e ka një listë mirë, ka bon ndryshime të numrave, disa i ka largu, disa i ka afru, është një për ty në Hykmete Bajrami edhe Abdullah Hoti, që duke që tani kryetari i Lidhjes Demokratike e ka marrë listën më seriozisht, por megjithatë e kemi një largim të Arben Goshit, se ka qenë diku në numrin 14 dhe ka kaluar në numrin 23. Por megjithatë LDK-ja ka bën një listë mirë, këtu mungon vetëm Hysen Çekaj, një deputet ose ish deputet i cili ka marrë një votë madhe në diasporë. Mbi 20.000 votë. Dhe unë këtu është një rrezik që LDK-ja me vetë largimin e zotit Hysen Çekaj mund të upë edhe votën e diasporë, sepse atje shoqata Sali Çekaj që është në Gjermani ka bo grumbullimin, mbledhjen dhe organizimin e jashtëzakonshëm të diasporës për me votu djalin e Sali Çekajt, këtë rast Hysen Çekaj. Dhe largimi i tij mund të pësoj vetë LDK-ja në diasporë, po jo në Kosovë. Por LDK-ja nuk ka marrë dhe disa kandidat të PSHDK-s, kur zoti Zef Marina ka kalu në lëvizjen vetëvendosje, ata i kanë marrë disa të pakënaqur, të cilët nuk e kanë ndjek pas zotin Marina dhe kanë kalu në Lidhjen Demokratike, ata i kanë fut në listën për deputet. Është një prej tyre Bernard Frokaj, një drejtor që një kohë gjatë drejtorive në komunën e Gjakos që ka qenë çdo herë për SHDK në koalicion me AK-n dhe ka fut në listën e vet. Dhe kemi edhe risi tjera që është një vojzë nga Ferizaj, një kandidate Janina Imeri, e cila kohëve të fundit është marrë shumë me fushën e vet që e nje. Duket që e nje atë fushë, është marrë shumë atë fushë. Ermal Sadiku
mandej është edhe general Gzim Hazrolli e të tjerë të cilët i ka fut dhe ka bën një listë koqo konkurruese në këtë zgjedhje. Edhe zoti Gzim Kasapolli. Edhe zoti Gzim Kasapolli ishte ambasadori që ka qenë. Të shohim, është edhe një djalë nga Gjakova, një aktivist i mirë, një Ilir Fetoç që është nënkryetari Degës LDK-s në Gjakovë. Fatime, lista LDK-s? Po, e konsideroj që LDK ka pas disa aderime të reja, të cilat për hir të korrektisht i ka ranguar mirë sa i përket listës, sepse janë këtë 20 e parë të gjithë të aderuarit e ri, kanë mundësi më shumë në subjekte tjera politike dhe nëse kanë marrë të aderuar, janë shpërndarë për gjatë listës, ndërsa tek LDK shihet si pjesë e strategjisë ndoshta ripërtrirja e subjektit politik me emra të ri, u përmendën prej zgjeqirit emrat e ri të cilët kanë aderuar në LDK, e të cilat janë të pozicionuar mirë në këtë listë. E konsideroj pak të habitshme pozicionimin në numër 5 të zotit Haziri për shkak peshës politike ndoshta që ka brenda subjektit politike që megjithatë e kemi konsideruar që do të jetë në numrin 2 në bashkërrugtimin politik të kësaj gare, por megjithatë e kanë pozicionuar në numrin 5. Kështu ishte edhe në shkurt nëse s'gaboj. Me në shkurt ka qenë në numrin 4, se numri 2 ka qenë Zdar Kujtim Shola, është nënkryetari i partisë. Bashkë me zotin Haziri, por megjithatë zoti Haziri është bërë një numër më poshtë për shkak të ardhes në numrin 3 të Hikmet Bajramit. Po, kemi pas edhe këtë lëvizjen e zonjës Bajrami dhe e zonjës Skica Xhelili me njëra tjetrën, të cilat megjithatë një pakënaqësi ishte shpërfaqur në rrjetet sociale, ndodhin këto përgjatë listave garuese gjithandej, por megjithatë këtu kishte qenë pak më e zëshme ndoshta zonja Skica Xhelili, edhe pse unë konsideroj që këto janë ndryshime të vogla për të cilat nuk ka nevojë as të bëhet debat publik ose të diskutohet, por megjithatë për shkak të peshës politike brenda Duhet ndalim te disa emra. Për shembull, zoti Juk Rugova është simbolike e madhe për LDK-n, besoj sepse është i biri i ish-presidentit Rugova, ai që e ka mbajtur LDK-n gjallën dhe përveç që e ka mbajtur gjallë, ka mbajtur në nivelet më të larta sa ka qenë në krye të saj. Po, për hir të vërtetës na duhet me theksuar edhe këtë gjë që zoti Rugova ka qenë më herët pjesë e politikës në vend, por megjithatë kemi pas një distancim pas disa vitesh për shkak të disa telasheve që njëri ka pasur, kemi pas reaktivizimin e motrës së UK-s, do më thënë prej familjes Rugova, e cila po ashtu pastaj është tërhequr nga politika. Një familje madhe pa diskutim, për megjithatë e konsideroj që... simbolik? Prurja dhe futja në listë e UK Rrugovës e mobilizon elektoratin e Lidhjes Demokratike, e morën më ofër sepse është flitë dhe është fillu më folë nga rrugovizmi tek subjekte tjera, prandaj nuk mundesh me thonë një parti, unë jam më rrugovist se sot e tjetë, kur djali zotit Rugova, i ish presidentit Rugova është në Lidhjen Demokratike. Një start të mirë politik, është i mirë se ardhur gjithë secili, sepse kështu është demokracia, por megjithatë kur nuk e ka një start të mirë, e konsideroj që jo detyrimisht jo sforcuar. Për simbolikën mund të jetë, por megjithatë telashit që janë për këto LDK-ja bëhet që dek Rugova dhe i bën që është le edhe fëmia ka marrë pjesë në Tripol zgjedhje të tjera. Pra nga kura e ka ndruar jetë. Natyrisht si fryma që pretendon Lidhja Demokratike e Kosovës, fryma rugoviane, nuk është ajo që trasohet si duhet nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe dilema këtu që do të ngritet është se të dërtuhet kauzat, ajo që përmend Sadiku me të drejtë, sepse këtu ka pas pretendime të tillë të cilët flasin se ata të cilët kanë qenë realisht me Rugovën ose më pranë tij nuk janë sot në LDK. Ose është përtrajtuar kësaj. Lidhja Demokratike e Kosovës ka dashur që përmes prurjes së tij brenda strukturës që këta janë, ja ku e kemi djalin e tij, por në kuptimin e një politike afirmative të cilën LDK-ja duhet ta bartë dhe që i takon si parti politike e moderuar, është që të mos e kthej politikën në kështu trashëgimi, i biri, baba e katra gjyshi, sepse unë besoj që për te simbolikës, për te vlerës që ka, unë konsideroj që ne duhet flasim sot për ide, për projekte, për vizion. Dhe natyrisht që ne kemi parë në Kuvendin e Kosovës edhe UK-n pak më herë, dhe kena parë të UT-n, edhe për hir të së vërtetës, të UT-a ka qenë depozitja më pasive në historinë e Kuvendit të Kosovës. Dhe në këtë aspekt unë konsideroj që ata mund të bëhen deputet, të mund të çojnë vota brenda kësaj partie, kjo mund të jetë. Por çfarë po flasim sot është se pse duhet që të jetë ai më rëndësishëm se sa Ermoli, apajtova plotësisht. Po, sepse LDK i ka për shembull zoti Ermal Sadiku,
Për këto do të Zonja Nina Imeri, zoti Besim Kabashi, zoti Gzim Kasapulli, është kthyr zoti Fadil Geci. Po, kjo është e rëndësishme të përmendet, edhe pastaj dhe diskutohet. Pra, unë besoj që këto prurje të reja për mua janë fort të rëndësishme për faktën se secili prej tyre janë të zëtë në fushën e caktuar, normalisht kena pas disa herë këtu bashkë, kemi konsideratat e jashtëzakonshme. Por çështja është e dyta që duhet ta themi atyre në elektorat, siç po më në publikisht, siç ja kemi thënë edhe në katër syrë se kanë bardh potencial votuesish. Sepse është kohë e shkurtër, apo janë fort profesionistë në fushat e ngushta, profesionale mund të jenë shumë të zëtë, nëse përvendosim në diskutim këtë punë, por në kuptimin e përkthimit kjo në elektorat, pastaj mbi të shihet. Për mua, nga momenti i aderimit deri në mbajtjen e zgjedhjeve nuk është më shumë se sa një muaj. E kjo mund të jetë një indeks shumë i madh që ata e kanë. Natyrisht kjo është edhe sfida. Kjo vlen edhe për kolegun tuaj gazetar dhe kolegun tonë në festimin, që po ashtu është një figurë e njohur, ka dalë televizive 25 vjeçare së paku, edhe njerëzit e dinë, por ne duhet të shohim edhe nga perspektiva e politikë bërjes, në kuptimin se thjesht projekti, vizioni që ata kanë. Çfarë dua të them për këtë LDK është sepse nga partitë e tjera kanë provuar që të bëjnë pompozitet më të madh. Kanë provuar që të tregojnë se kanë prurje më shumë. Kanë dashur që të thonë se kanë njerëz të cilat i besojnë këtij projekti. Nuk e di se sa kjo do të përkthehet, por kjo ka qenë përpjekja e deri tanishme që ka pas. Këto në lista mungon që duket që seriozisht është i larguar ose i përjashtuar nga Lidhja Demokratike, është Xhaferi Vushtris. Kandidati për kryetar të Vushtrisë, Xhafer Tahiri. Ka dhënë ndorhiqje njëjtë sa. Edhe ka përshtypjen se më shumë u bë debat pse nuk është zoti Agim Veliu në listë. Edhe është prit që edhe ai është gabim, që nuk është përfshi. Për mua është gabim. Në listë Agim Veliu, sepse ai bart me veten një numër të konsiderueshëm të vota dhe të autoritetit që ka brenda Lidhjes Demokratike, por sigurisht që këta nuk. E ke fjalën për Vushtrin, sa dekse? Jo, e kam për zotin Agim Veliu. Kjo vlen edhe për Vushtrin. Edhe për Vushtrin sigurisht, por megjithatë një numër për 190 vend më së pas vend për Agim Veliun, i bën që nuk është menaxhim i mirë. Dhe konsideroj nëse Emerson partia kanë kanë koment. Me sa i përket simbolikës e konsideroj që do të ishte shumë simbolike mirë që këta që kanë qenë bashkërrugëtar të presidentit Rugova në kuptimin politik të konceptit filozofik që ai ka përfacuar, kanë qenë bashkëveprimtarë të tij më shumë ndoshta se vetë trungu biologjik i tij. Zgjedhjet e 28 vjetorit janë duke mbajtur për murrit subjektet politike. Për murrit partitë politike, për me marrë vota më shumë. Prandaj çdo prurje re, çdo marrje e atyre që janë më pasiv dhe kthimi në parti i bën që ti shërrit si subjekt. Një koment shkurt në lidhje me sa që po thusa. Në PDJ ai merr më shumë vota LDK-ja pa Agim Veliun apo me të? Unë jam i bindur që do të kishte pas më shumë vota me Agim Veliun. Unë nuk e di në PDJ, por unë e di që në nivel Kosovë kish marrë më shumë vota me Agim Veliun se pa Agim Veliun. Jam i bindur për këtë punë, sepse partitë politike edhe diçka duhet të bëjnë përveç kësaj listimit, është që të mos lajnë territorit të hapura për kundërshtarin politik. Pra, a peshe që të mujti VV-ja në PDJ pa balotazh? Kjo është shumë e thjeshtë. Pra, si guxon ti që milon terren të hapur kundërshtarit politik? Dhe kjo unë konsideroj që lista nuk duhet të jetë fort vetëm të simbolika dhe fort vetëm të prurjet e reja. Sa është e rëndësishme ndër të tjera, këto dy parat janë fort të rëndësishme, por e treta është që të mos i lesh territor të hapur kundërshtarit politik. Pra, PDK-ja u dosht me angazhu dikën në Deçan, e din që e ka të vështirë, po si do të jetë për të shumë e rëndësishme që në secilin komunë të ketë së poko një kandidat, në mënyrë që për krahasit atij subjekti politik të kenë të votojnë ata. Dhe prandaj unë besoj që partitë politike tashmë kanë bërë të tyren, kanë dashur që të tregojnë një farë risie, VV-ja ka dashur të tregojë forcën, sepse në dhjeçën e parë ka të gjithë ose ministra ose funksionar të rrëndësishëm të partisë, këto të tjerat prurjet ose shmongjen e rajonalizimit, të gjitha i kanë konsideruar strategjike. I kemi dy subjekte mos i mesim në hak. Nëse na premton koha rikthehemi. Shkojmë me AK-n, lista AK-s është zoti Ramush Haradinaj, Besnik Tahiri, Time Kadriaj, Bek Berisha, Arbër Tolaj, Albana Bityçi, Pal Lekaj, Gani Dreshaj, Djelza Kukaj, Agim Çeku, Burim Ramadani. Prurje në AK, ajo që është përfolur mas shumti, është numri 78, zoti Dardan Krasniqi. Për shkak të edhe asaj se prej nga vjen, e si vjen, por edhe renditja se si është bërë, do ta filloj me ju kësaj here zoti Zeshiri. është folur shumë zoti Besnik Tahiri që nuk arriti të bëjë deputet, ishte shpallur deputeti më aktiv në regjistraturat e kaluara, është numër 2 kësaj radhe. Ok, duket që e ka marrë seriozisht këtë zgjedhje. Po.
sepse të gjithë e thonë ka frikë s'mund me kalu progun, por nuk mendoj sikur të tjerët. Unë mendoj që OK nuk e ka rrezik progun. Por OK ka lujt bukur me listën prej 10 parëve se 11 parëve. Ka bën ndryshim radikal në listë. Ka marrë Besnik Tahirin, ku ka qenë, dhe ka sjellë në numrin 2. Që i bie që janë të interesuar që ta kenë në Kuvendin e Kosovës figurën e Besnik Tahirit aty. Më vjen mirë që edhe zoti Hakim Qeku ju ka kthy politikës, edhe pse pak me vonesë, por megjithatë OK ka kthy edhe Gani Dreshen, i cili për një periudhë gjatë është largu dhe ishte afruar pak edhe me disa subjekte tjera politike, por është rikthy dhe kanë fut në 10-shën e parë. Këto e kemi edhe këta OK kanë qitë në 10-shën e parë kandidatët që kanë fitu për deputet, që janë deputet ose ish deputet, përpos La Ibrahima që është diku në numrin 90, si dhe është edhe afrimi i Teuta Axheut, një ish deputetet që ka qenë për disa mandate në Kuvendin e Kosovës, që tani është rikthimi i Burim Ramadanit. Vendin e 11, po ashtu është rikthimi i Burim Ramadanit, ish drejtorit a kryeinspektorit të shërbimit inteligjent. E kemi rikthimin e Zafir Berishës, i cili me subjektin e vet prap ka ndajt në OK, sikur në zgjedhjet e kaluara. Si dhe kemi Dardan Krasniqin, një figurë interesante, një ish luftëtar i 3 luftrave në Kosovë, në UÇPMB dhe në UÇK të Maqedonisë, është i afërt me ministren e lëvizjes vendosje. Jam befasu që ka orë këtu, megjithatë aja ka po sepse edhe gjatë kohës së luftës edhe familjarët e tij kishin qenë në periudhë me zotin Haradinaj, kështu që për shkak që ashtu siç e ka cekë edhe vet, sepse dëshiron dhe ka dëshirë të kontribuojë në sigurinë e vendit dhe sheh me afër zotin Haradinaj se sa të tjerë, është një prurje interesante, është një figurë interesante që sfidon familjen e vet tek e fundit, sepse ai merr vota te familja vet. E ajo familje gjysë është në lëvizjen vetvendosje, gjysë në Malishevës. Prandaj thash, është shumë e rëndësishme ku Dardan Krasniqi është i familjes së Albulin Axheut. Edhe Gani Krasniqi. Bashortit e Albulin Axheut. Vllau. Që është në KQZ. Vllau i Alban Krasniqit, edhe ka miq Gani Krasniqin. Diçka më e rëndësishme të Aleanca dhe të Ramushit në veçanti kryeministri Haradinaj. Pajtonën me Sadikun që e ka marrë shumë seriozisht dhe fakti që ka hyrë vet, i ka marrë disa mesazhe nga shkuti i këtij viti. Unë besoj që edhe PDK-ja edhe LDK-ja kanë bërë këtu, pra kanë marrë mesazhet e duhura. Nuk mundesh me veprime të cilat nuk t'japin produktivitet. Unë besoj që zoti Haradinaj do të më bëjë 2 veprime të shpejta. E para të rishikoj diskursin publik dhe politik. Në bindjen time kjo është ajo që ka penalizuar shumë në zgjedhjet e fundit, dhe e dyta është që të mos lejoj partinë që me asnjë çmim të mbetet si një kështjellë familjare. Këtë nuk guxon ta bëj. Apo e tregon lista këtë të fundit. Kjo mendoj, këtu vërpjekje kthimin në numër 2 të Besnik Tahirit, unë mendoj që është ky mesazh. Dhe disa lëvizje të tjera që ka bërë në 10-shën e parë, unë mendoj se ky është mesazhi që ka dashur ta jap zoti Haradinaj, sepse e ka kuptuar me të drejtë atë që kemi thënë në mënyrë të vazhdueshme. Se kjo nuk guxon të ndodhë në një parti politike, sepse sido që të jetë në zgjedhjet lokale u konsolidua ose vazhdoi konsolidimin, i fitoi 5 komuna, nuk janë pak, është një që kanë treguar performancë deri diku shumë të mirë në komunat që udhëheqin, kjo është histori e mbyllur. Dhe çka do dashja të them është se çështja e progut për Aleancën për Armërinë e Kosovës është çështje që duhet të shpjegohet. Nëse dalin 1 milion votues dhe Aleanca për Armërinë e Kosovës i ka 50.001 vot, e ka lënë progun. Nëse dalin 1 milion votues. E nëse dalin më pak milion votues, pra dalin 900.000 votues, Aleanca ka 50.000 vota, që i ka 50.000 vota në çdo angazhim të vogël të saj, nuk është çështje. Por po fakti që Aleanca pe pranon si diskurs e ka lënë se ka lënë progun, për mua është gabim prej saj. Pra unë do të kisha rekomanduar këtij subjekti. Nuk po e pranojnë ata publikisht, po thonë që do të marrin shumë guxojnë, po as nuk guxojnë me dhon shumë këto shifra shumë të mëdha, sepse edhe herën e kaluar kemi edhe një prurje në Ardian Kastrotin që ka qenë në partinë demokratike. Por që Aleanca ka luajtur një lojë shumë të bukur në përpilimin e listave. Ka fut kandidat asamblista që kanë marrë vota shumë. Në Prishtinë ka marrë diku 9.000 vota për asamblenë komunale. Prandaj këtu i ka fut 2 njerëz
që kanë marrë vota është Kreshnik Smojlej edhe Yll Bogaj. Kanë marrë vota ka 1.502.000 vota kandidati për asamble. Janë pegati më të votuar në Kosovë. Prandaj ka marrë këta kandidat, i ka vutë listat e veta që të ruaj votën, e cila nuk është oka. Jemi në 8 minutat e fundit e kemi edhe Bashkimi e konsideron që zoti Haradinaj ka vepruar qartësisht sa i përket kësaj liste, duke e pas parasysh që dështoj ky bloku opozitar që të funksiononin bashkë, pastaj u diskutua që ka mundësi që AK të shkojë në një para koalicion me LDK-n, njëjtë veproi edhe Nisma, por megjithatë ky ka punuar vazhdimisht në mënyrë që të sjellë një listë. Unë e konsideroj që kjo është një ndër listat më të pasura sa i përket AK-s me emra edhe me bashkëpunëtor politik të zotit Haradinaj ndër vite, sepse kemi rikthimin ju e përmendët më herët të zotit Çeku, e kemi pastaj rikthimin e Besnik Tahirin, rikthimin e Burim Ramadanit, janë këta njerëz të besuar të zotit Haradinaj që kanë aty është edhe një zotëri që ju keni pasur përplasje sa herë. Zoti Demhasaj, pa diskutim, aty desha të talë, por megjithatë unë vlerësoj figurën e zotit Demhasaj, uroj që kësaj radhe të jetë deputet i ri i Kuvendit Kosovës, pa diskutim për te i përplasje tona në studio. Por lutem, nuk e di, por gjithsesi që uroj që Demhasaj për argumentin për gjithçka që Demhasaj sjell në jetën politike, pa diskutim që i ka muruar edhe në studio për këtë vendim për të rikthyer në politikë. Pa diskutim që lista ka pas edhe emra që kanë qenë asamblisë të suksesshëm e që ka mundësi të marrin votat e ka mundësi që rrugtimi ata deputet zbon sepse unë e konsideroj që këtu kemi pas një vonesë të zotit Limaj për ta lexuar bashkëpunimin me subjekte tjera politike, mos gatishmërinë e subjekteve tjera politike, në të cilën lajthitje nuk ka shkuar zoti Haradinaj, e ka kuptuar me kohë që këta nuk kanë gatishmëri për të bashkëpunuar dhe ka vendosur që garës të hyj i vetëm dhe më i përgatitur. Ndërsa Limaj konsideroj që edhe mungesa e emrave të ndryshëm në listën e tij e ka lënë. Okej, me nga 1 minutë për nismën sepse s'kemi më shumë kohë herën tjetër të flasim më gjatë. Lista e nismës social-demokrate është kjo: Fatmi Limaj 1, Xhavahiri Izmaku, Arbresh Krasniqi, Mevludin Krasniqi, Endrit Shala, Albulena Balaj Halimaj, Artan Imani, Çerkin Dugolli, Jehona Rafshi Lumi, Nehat Mustafa, Nezir Çoçaj edhe tjera. Nehat Mustafa ka qenë zëvendësministër i arsimit, Neses Goboj, Nezir Çoçaj ka qenë deputet edhe tjera. Lista nismës drejt. Fatmiri është të bo për te liste, sepse lista është kjo që është një strategji, po kërkon votat e PDK-s. Dhe votat e përveç të nismës. Pra votat e atyre që kam diçka të përbashkët, të kaluar përbashkët në PDK, dhe thot që kjo vot do të jetë pastaj vot e prapakthyrshme për Partinë Demokratike. Pra, ata të cilët kanë dyshime me dal në vot, në zgjedhje ose mos me dal, edhe nëse dalin e votojnë PDK-n, të kenë si opsion edhe nismën. Pra, ata që votojnë ose PDK-n ose s'dalin, ta kenë mundësion opsion edhe nismën. Strategjia është që pastaj t'ua kthej, s'ta themi 6 deputet, pastaj grupit të Partisë Demokratike të Kosovës. Kjo është, ta themi, lexim interesant, vështirë për nismën që ta arrijë këtë objektiv. E vetmja rrugë është, siç po thotë zoti Limaj, vazhdimisht sta çojë rrethin, ka edhe kjo çorja rrethit lidhet me bashkëluftëtarët, me ata të cilët i ka pas dikur brenda PDK-s. Unë e konsideroj handicap për PDK-s, por e kam diskutuar me 2 dietorë që megjithatë kam e pas njerëz që kanë me qenë skeptik sa i përket bashkëpunimit me zotin Limaj, pikërisht për shkak të fuqisë politike të të njëjtit. E konsideroj si mundësi të humbur që këta dy të bashkëpunktojnë sepse e kanë të njëjtin trupe elektorale, kanë qenë së bashku. Por megjithatë konsideroj që gjasat për nismën kësaj radhe janë goxha të vogla. Zëqiri, nisma? Unë mendoj që Partia Demokratike ka bërë gabimin më fatal që nuk e ka fut në brenda nismën Socialdemokrata dhe Fatmir Limajn, sepse do të ishte rritur koqë shumë me votat e nismës dhe me votat të cilat janë pasive dhe nuk votojnë as PDK-n dhe as nismën. Por unë e shoh që një angazhim i Fatmir Limajt mund të bëj befasira dhe me një punë, me një angazhim dhe në qoftë se dalë dhe një numër më i vogël i votuesve të futet në Kuvendin e Kosovës. Shohim se çfarë do ndodh me institutet zyrtare, do të jemi sërish bashkë javën tjetër nis fushatat zyrtare. Faleminderit shumë për sonte. Faleminderit bashkim. Miq dashur, ju faleminderit që na ndoqët, mirupafshim.